sa s'ka problem sa, misafirin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, s'ka mundësi me këtite sa, misafirin e pejgamberit alayhi salatu wassalam do t'ja bën qarë, sa çka do të bojnë, sa këshire, sa loj fëmijët herët në gjumë, që mos u mdohen, sa edhe ku të bojnë mu ullët, që ushqim nuk në marrë në afton për neve, sa banu se vetre ton lomën edhe kshime, sa në po ullëmi që mos i prishet zemra misafirit, që mos i prishet zemra misafirit, tanë sa sëmë dhe i të ngopët, e në të bomu dhe pohoj, e kështu dhe pruat, e ku ngritë më njërë, e kjenë cari të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e përgëzoj këtë njeri me këtë zëprim, dhe i sa Allahu a kesh me një njeri sonde, edhe zbritja jeti në Kurani Kerim, që letohet e në ditën e gjykimit, po Allahu tha në Kurani Kerim, wa yuqtiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, sa i japin përparësi që dërkujt edhe nëse kanë nevojë për vetën e tyre, kush e mbron vetën prej kopartis, këto janë ata të cilët kanë shpëtu, dhe këto janë ata që kanë fitu. Po ashtu Abu Bakr Siddiq, i cili e martoi gruan e Xhafer ibn Abi Talib, pasi që vdiq në luftë, la fëmijë shumë që e kishte emrin Asma bint Umayr, e martoi për çka? Për t'i ndihmuar dhe për mos t'i lënë fëmijët në rrugë. Këto ishin shokët e Muhamedit alayhi salatu wasalam, që e dërguan në primën e fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Gjithashtu prej motiveve dhe viziteve të shokëve të Muhamedit alayhi salatu wasalam, ishte se sa herë që e shifshin një tmet, sparja akuzoshin vetën e tyre, sparja shifshin vetën të dobët, e jo nuk i akuzoshin të tjerët, e shifshin vetën me mëkate, u mirëshin me gjunat e tyre, u mirëshin me gabimet e tyre. Kja është Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala an, një vjet që ishte ullën dhe po edukon të gjuhën e ti, hini Omeri dhe fate Abu Bakri, e kishte kapën gjuhën e ti, po e të reheqe dhe po i thojke, mjeri ti, hini Omeri dhe tha, qka u po ja Abu Bakr, Allah i të farë qka jetu po, sa kjo më është shkatëru, Allahu Akbar. Abu Bakri në pas ka shkatruan gjuhën e ti, po edukon gjuhën e ti, qka është valë puna jonë me gjuhët e tona, që së ndalën nëtë e ditë në përgjunare. Po ashtu i Omar ibn Khattabi, i cili atë gjithë ku flagos, e mund gjani ti Abdullah ibn Omeri, e voj Abu Bekrin në frenin e ti, e voj Omerin në frenin e ti, Omeri po ishte ja bunej, o biri jam lemrahat, leje babën tanë që të ndonë kokën ati në tokë dhe poshte, wajlu ummi Omar, in lëm jokhtir li rabbi, mjeri për nonën e Omerit, nëse Allahu nuk ja falë gjunat Omerit kështu bajshtë në tjallët e fundit, që nda prej kësaj dënjohe, mjeri Omeri nëse Allahu nuk ja falë gjunat, po ashtu ishte Imran ibn Husayn, i cili shkoj në luftën e Husajnin në këtë datë, edhe i thanë që a pranon që pejgamberi nuk është pejgamber, sa nuk e pranoj, ja prejtën kraun e gjatë, pastaj ja prejtën dhe kraun e majtë, pastaj dhe ja prejtën komën e gjatë, dhe ja prejtën komën e shmajtë, e kërë kështi në shtëpi, ka në akuzonte, a që i ka arsije pëse ka ndodhë, ja, pa akuzoj vetën e ti, dhe tha, më të rabi dhëmbin ma ja'fullah nuk këtir, فإنما ترى بذنب وما يعفو الله عنه كثير أكثر فوالله kjo që ka ndodhë me mua është për çka gjunave që i kam bo mirë po inshallah Allah falë ma shumë se Allah me në dënu për këtë gjunave sa të mjetë pjesë të trupit Allah dhumme të la pasaj dhe të kjallën Allah وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير çka që ndodhë është për çka gjunave të juaja po ashtu Esmaja vajza e Abu Bekrit radiallahu anhu e cila një ditë i dhim të koka ki shkap kokën e saj dhe thojshte bidhembi wa ma yaghfiruhu Allahu akthar sa vallahi koka ashtu të mdhin për shkak gjunave e Allahu falë shumë Allahu subhanahu wa ta'ala falë shumë gjithashtu
motive që e posedojnë se këtë generatisht, se s'kjedu nufusihim bil ibadet, e pasojshin vetën e tire me ibadete, nuk e pasojshin vetën e tire me sanëtashmje, po e pasojshin vetën e tire me ibadete dhe luqje dhe namaz. Për atë Allah subhanahu wa ta'ala, vitin e parë pas namazi, ja thoni shokët Muhammedit pas namazin e natës, e pasaj Allahu ja letoj dhe ja thoni mustahab. Për atë Allah thënë në Kur'an-i Kerim, kad aflaha men zakka, ka shpëtu dhe ka fetu ai cili ha pasru, edhe thot kad aflaha men tazakka, wa dhakara isma rabbihi fasalla, ka shpëtu dhe ka fitu ai cili e përmend Allahun e vet, dhe ai cili i ban ibadet të Allahut të vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u falë natën atë shumë, ai cili ju kishin falën gjithë gabimet ju kishin falë që i ka bo, dhe gabimet ju kishin falë që do t'i ban, me gjithë ata nuk e harron të Allahun e vet, derisa Aisha radiallahu anha, sallallahu shpesh herë ka ndodhë, e kam patu po atë shumë sete, derisa me ndojshme se ka vdek pejgamberi alaihi salatu wasalam, ndodhë të që një reqatin e tonë të 5 gjusë Kur'an, kishte Muhammedi alaihi salatu wasalam, që ju patën farë gjënat, e një ditë prej ditëve, i tha Aisha ja Rasulallah, atë po pushon paka, qka ju përgjit pejgamberi alaihi salatu wasalam, tha e vela akunu abden shakura, tha nuk mund të kon mua që t'jem prej robëve që e falemindrojnë Allahun, në rivajetën e Nesait thot, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë shumë namaz natës ka farë, derisa kom të ati në gjak i ka në verë, kja është Muhammedi alaihi salatu wasalam, kja është shembol për ato që dojnë me mërë shembol, kja është shembol për ato që dojnë me mërë shembol, dhe kja edukatori që e ka duku këta generata, dhe i boni zotëruës të kësaj toke, dhe i ka fremtu që të dine një generat që do t'i banë zotëruës kësaj toke, si kur kanë qenë nëse i posedojnë këto vizite dhe nëse i posedojnë këto motive. Po ashtu Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, ngritë natën pas të namaz, dhe gjënë të familjen e tij që falë namaz, dhe pashte e rezojtë fjallën e Allahut, wa amur ahlaka bis salati wastabir alejha, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit-taqwa. E rezojtë fjallën e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe urdoje familjen tonë në namaz, ban durim të madh, ban për ditë urdoje, për ditë gjoje, për ditë këshilloje, wastabir alej, ban sabër për një sabër, na nuk jena duke t'lipë risk, na jena duke t'lipë ibadet, na jena duke t'lipë një ibadet, po ashtu Ibn Omeri, ban të namaz natën, dhe i sa vim të të shërktori ati, që i kishte emnin Nafir, dhe i thonë të atull të boj, sa jo, Ibn Omer, vazhdojnë të namazin e ti, dhe i sa i thosh të erkohe si firit, sa ullë dhe ban të dua, dhe i sa dilë të namazin e sabau, po ashtu ka qenë Abdullah ibn Amr ibn As, i cili tanë jetën e ati, e ka rgohat me në gjdo 3 ditë, Kur'an-i Kerimin, dhe i sa u plak, e ai e bante nuk e linte këtë vasijet, të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e linte Kur'an-i Kerimin, në gjdo 3 ditë e bante hatme Kur'an-i Kerimin, kështu në këto ishin shpirtat të cilët thuhet që Allah subhanahu wa ta'ala i ka qiqu zemrat e gjithve, e ka pas zemrën më të pastë zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e ka nxjerrën si pejgamber i fundit, e pastaj ka këshirën gjithë zemrat, e ka pasë zemrat e shokëve të ati, janë zemra më të pastë, për ata dhe i ka zgjedhën shokë të ti, këto ishin që e pastrojshin vetën e tire pi gjunave, me ibadete, me adhurim dhe me luqe. Po ashtu prej motiveve, prej shokëve Muhammedit alaihi salatu wasalam, ishtin se i mirshin se bebat e fuqis, nga se Allahu subhanahu wa ta'ala i pasborotit dhe i pason, wa iddu lahum mastata'tu min quwwa wa min riba